në Partinë Socialiste ka probleme dhe bëhet fjalë për një debat ose përplasje që ka ndodhur mes zotit Rama dhe Elisas Piropalit. Si e keni parë këtë përplasje dhe mendoni që Elisa Spiropali Shiko, Rama është kryeministri i vendit, i pranuar juridikisht nga Partia Demokratike dhe në të tjerët. Se derisa shkon në parlament, e ke pranuar që ai ka fituar zgjedhjet. Rama ka kohë dhe vite që nuk bën kuvendin e Partisë Socialiste në konceptin e rivalitetit dhe zgjedhjes. Atëherë çfarë ka ndodhur me atë parti? Që nga koha e Fatos Nanës, më duket që nga koha e Fatos Nanës nuk ka aty një lloj demokracie, po ka një patriark tashmë që nuk mund të jetë dritë por është Edi Rama. Dhe ky është patriark përmes kontrollit të pushtetit. Rama tani bën 13 vite në pushtetin qendror qeverisës, legislativ, çfarë do të thotë që kontrollon dhe parlamentin, tashmë kontrollon edhe presidentin. Pra i kontrollon të gjitha gjërat. Në këtë koncept, unë mendoj që zëri i Spiropalit është si ta them unë, në parantezë, me këtë maxharin e Hungarisë. Por jo si maxhari, se maxhari ishte i djathtë një fraksion brenda. Pra, është nga e majta ndoshta mund të jetë një skem. Pse Rama i ka dashur femrat, zakonisht i ka dashur. Nuk mund të them se i ka përdorur ato, se ndonjëherë femrat e kanë përdorur më shumë Ramën. Një qeveri me pothuajse mbi gjysmën zonja, femra, shoqe, gra, siç i trajtojnë ato në zhargonin e tyre, apo pjesën që ishte vakum në politikën shqiptare, Rama e ka kaluar këtë handikap. Dhe nuk duhet që të bënte diversion duke i thënë Elisës, shiko se është hera dytë, po fole herën e tretë, do të përjashtoj nga grupi parlamentar. Partia nuk është e Ramës. Partia Konservatore nuk është e Kujtim Gjusit. Partia Demokratike nuk është e Sali Berishës. Okej, këta mund të kenë influencë aty, por jo t'jenë kryetarë të përhershëm, që do të thotë Rama e ka marrë partinë nga Fatos Nano. Ca thonë e ka blerë, ca thonë nuk më merr mendje se në atë kohë, ndoshta edhe e ka blerë, po nuk është vërtetuar kjo. Pra Rama nuk mund të marrë pengi gjë të thotë gjithëve që unë kam bërë ju, jo, ma ato kanë qenë aty në Partinë Socialiste. Edhe jo pak emra janë aty, domethënë. I keni vënë re, kanë filluar të dalin emrat, të bëjnë grupim, po ajo është parti rreshti. Dhe baza e saj partie nuk e pranon daljen nga rreshti. Pra nuk është ajo Parti Demokratike. Ajo ka prejardhje kriminale. Shumë e vështirë, qoftë edhe një familje kriminale, të dalë, domethënë shumë. Mund t'i referohemi, me qenë se ata kanë trëndafilin aty, apo lulkuqin e drogës, mund t'i referohemi që nga Ferra del trëndafil, po edhe nga trëndafili del Ferra. Tani, t'jetë Ferrë Spiropali, s'ma merr mendja. Se ashtu do t'ishte Arta Dade, pastaj ashtu do t'ishte Petro Koçi, do t'ishte ky si e ka ky Beni, se janë dy Bena ata që ishin kundër Ramës. Male. Po, jo, përpara ishte Ben Blushi. Pastaj doli dhe Mala, e ke parasysh. Pra, ajo është Partia Socialiste, nëse do ta reformosh, nuk reformohet, është e vështirë. Kulla e vjetër, po ta restaurosh, shkon në origjinë. Ajo është parti krimi. Është parti krimi. Nuk e di a është kriminal Edi Rama. S'mund t'i them unë kriminal, se s'ka i vendim gjykate, nuk ka i kërkesë pagu ta ketë tirë pandehur, që ta marrë të paktën në rendim, nuk ka, zyrtarisht. Por, unë mendoj që Rama duhet, siç e kemi thënë edhe bashkë herë tjetër, duhet qetësohet, shkojnë drejtim presidencës. Zotë Gjozi, me që përmendët Ben Blushin, e keni lexuar librin e tij të fundit Jam Musliman? Kam një konflikt me Ben Blushin, unë për arsye se ka goditur figura qendrore, siç është Gjergj Kastrioti apo Ali Pashte Pelena.
ka dash të çojë tek liberaliteti socialist, ndërkohë ata nuk ishin ashtu. Ata ishin konservatorë. Këtu unë nuk e lexoj. Megjithëse e kam klientin tim të barit tim të hershëm, sikurse edhe Ilir Meta, që rinin aty deri në orët e vona të natës, nuk e lexoj librat të Ben Blushit, sepse të lexosh librin e Mullisit, librin e Mullisit, i bie që duhet të si thaj, prej natë tha si më re, të shtjefsha më djalë më dhej. Ka dhe i tjetër që prej natë Mullisit, shkoj e flej me Mulligjin. Tani kush është Mullisi? A është Mulligjiu apo është Dhëndri? Domethënë janë disa gjëra, disa gvedhana albane që si shmangësh dot. Pra nuk mund të lexojën, të shkruaj një ortodoks për muslimanët. Nuk më thot gjë. E keni cekur, le të themi, ose e keni hasur tezat e tij të po themi qoftë edhe për muslimanët, qoftë për shqiptarët, qoftë për figurat historike, pra çfarë qasje keni ndaj qasjes që ka zoti Blushi? Ben Blushi vjen me trashëgimi edhe nga familja letrare. Disa thonë që ishin të huazuara, se s'po them të grabitura. Tezat, shkrimet, letër këmbimet nga Elefter Nosje deri tek se ky është nip në Kalana Elbasanit. Edhe aty kalaja brenda është qendër ortodokse. Për fat ne në këtë moment jemi vendosur në zonën bizantine, ortodokse dhe islame të Tiranës. Pra, aksi Tiranës ndahet në pjesën e poshtme katolike, perëndimore dhe në pjesën e sipërme. Nuk më thot gjë Blushi për këtë, se nuk është historian. Nuk është historian. Për këtë duhet të flas, po themi, të flas Pascal Milo, po edhe Elena Kocaqi, po duhet t'i referohemi Fishtës, po duhet t'i referohemi Bektashizmit, Frashëllinjve. Pra është pak e ngatruar kjo punë. Nuk me gjithë konsideratën klienteliste, po e them, që e kam pas klientin tim Blushin, nuk e kam lexuar libra. Nuk e lexoj librat më mirë. A mund të jetë zoti Blushi pasardhës si zoti Rama, që në fakt në një kohë disa vite më përpara edhe e ka kërkuar, le të themi, që të ishte ai kryetar i Partisë Socialiste. Dhe çfarë mendoni se mund të sjellë diçka ndryshe zoti Blushi nëse do vinte në krye të Partisë Socialiste? Ju po bën një pyetje kontroverse. Unë kam qenë brenda Partisë Demokratike dhe pash që aty nuk ka hapësira për ta mundur Sali Bacën. Atëherë zgjodha të isha kryetari i Partisë Konservatore. Në një farë mënyrë edhe me mbështetjen që u kam dhënë në komunitetin kristian Shqipëri, se ju e dini besoj që unë për herë kërkoj kryeministër katolik. Edhe tani që flasim bashkë. Blushi nuk mund të rikthehet më në Partinë Socialiste për ta marrë Partinë Socialiste sipas mendimit tim, sepse ai ka bërë Partinë Libra. Pra ishte kryetari një partie tjetër. Po, tregoj qytetarit Blushi. Dha dorëheqjen edhe nga Libra kur disa thonë ja vodhen mandatet, disa thonë i morën votat, disa thonë nuk prodhoi mandat. Mirë po, me këtë kod zgjedhor është e vështirë të prodhosh mandat. Dhe ne kemi provuar në 2021 si koalicion konservator, që na u tetërsuan jo pak, gati 71.500 sa vota. Pra, Blushi nuk mund të kthehet më aty. Po, Elisa mund të jetë një kandidate e mundshme, meqense edhe Rama ka thënë që do jetë femër kryeministrja. Unë e kam dash Elisën edhe si kryeministër kështu tranzitore. Le të kalojmë pak në Kosovë, ku kemi zgjedhje të përgjithshme brenda një periudhe shumë të shkurtër. Si e pat këtë vendosmërinë e zotit Kurti që në fakt ishte një vendosmëri për të shkuar në zgjedhje sesa për të zgjidhur një vlerësim politik? 5 vite më parë, në një emision televiziv të ndjekur në Republikën e Kosovës, kam deklaruar
Albin Kurti do të ketë tentativa pengmarrje të Republikës Kosovës. Ju s'duhet ta lejoni. Do më thoni, po ku e mbështete këtë? E mbështeta në deklaratat e tij Amelika. Do më thonë, një marksist tallës, një enverist super egoist, një sorist kontrollues, i kontrolluar. Nuk e dia është u bash apo jo, po që është djali i një njeriu që ka bërë shërbimin e sigurisë anti-shqiptarit të Josip Broz Tito, kjo dihet, është publikisht botërisht e njohur. Pra, Kurtit i kam thënë, okay, ti u zgjodhe kryeministër. Do ta bësh bashkimin kombëtar. Ju keni deklaruar që njoh vetëm i flamur, kujesi. Tani njihni edhe flamurën e Republikës Kosovës. Okej, shumë mirë. Se njihet ndërkombëtarisht me rezolut 1244. Por Kurti në këtë rast nuk ka problemin e Republikës Kosovës. Kurti ka problemin e thirrjes nga prokurori special për çështjen e rezervave. Dhe për këtë donte të kapte presidencën. Për këtë bën zgjedhje pas zgjedhjeve, për i bie shkurt e deri tani 15 muaj, 5 herë zgjedhje. Do të thotë, një herë në 3 muaj çon vendin zgjedhje. Kjo çfarë quhet? Ka dy variante kjo. Mund ta marrësh edhe si demokraci vote në ndërtimin e shtetit të Republikës Kosovës, po mund ta marrësh edhe si pengmarrje. Unë e konsideroj si pengmarrje në konceptin konservator. Pse ai rri kryeministën detyrë vet, presidentin detyrë ka atë zonjën, e cila tashmë është dhe kryetare kuvend në detyrë. Nga sot është kuvend në detyrë ai. Atëherë ç'është ky? Pse ky nuk e dha ta zem? Po marr një emër që edhe ne mbështetëm. Sepse Vjosa Osmani firmosi, ndoshta si Elisa Spiropali, në bordin e paqes. Njëra detyroi Albin Kurtin që të rrinte në sallë e të ndiqte ç'po bënte në Zvicër Vjosa Osmani, kurse tjetri po ndiqte nga Tirana se ç'bënte Elisa Spiropali jo në shtëpinë e bardhë, po në zyrat e Departamentit Amerikan të Shtetit. Atëherë, ç'a bën leadershipi? Kur e shikon që rrezikohet, leadershipi i largon këta njerëz. Për shembull, ne kemi 2 gota ujë me njëri tjetrin. Ajo është gota juaj. Po të ishin me pije alkolike, ne do ta trokisnim gotën. Po të jetë me ujë, çfarë bëhet? Nuk e trokasim në të drejtën zakonore shqiptare gotën. Po unë mund ta shtyj gotën tuaj, dhe po ta shtyj gota juaj mund të thyet. Ose është teoria e vezës. Teoria e vezës është nga gjyshi i BB-s, Ballukut, veza diktatorit Hoxha, ta ishte më e fortë se veza ime u thye, unë do të pranoj të çat thot partia deri në vrasje deri në vdekje. Nuk kërkoj ai me dokument që ti fale jeta. Beqir Balluku, se këta janë Tiranës ta. Do thuash kaq larg shkon, po. Albin Kurti është pengmarrës, sikurse ishte pengmarrës Beqir Balluku, diktatori Enver Hoxha, se ky është enverist. Ky është marksist, ky është sorist, ata duan pushtet absolut. Ai nuk mund të pranojnë demokraci që presidenti të jetë një tjetër, do president kukull, do notar, sepse presidenti emëron prokurorin e përgjithshëm. Dhe prokurori i përgjithshëm apo prokurori special ç'a bën? E çon Albin Kurtin përpara gjykatës. A do shkojë përpara gjykatës? 100% po. 100%. Ne kemi kohë që konsumojmë bashkë emisione. Ju kujtohet kur kam thënë, edhe në parlament, do të shkojë Ilir Meta përpara drejtësisë 100%. Ka vetëm 72 orë, kam thënë atëherë, për dhënë dorëheqje për tik që mos e ngacmoj njëri. Ai bëri të kundërtën, tha kush e thotë të kujtim gjusin. Po kush është ky? Në fakt ai dinte shumë mirë kush është unë. Mbrojtësi i doktrinës kristiane në Shqipëri, mbrojtësi i konservatorizmit në Shqipëri dhe mbrojtësi etnisë albane për 168.000 kilometra katrore, troje, nuk po themi etnike, po themi në Europën e Bashkuar, këto janë shqiptarë, janë gen. Të gjitha po punojnë kundër kujt? Kombësisë albane, kundër Donald Trumpit. Pse? Donald Trump ka thënë Shqipëria madhe. Albin Kurti ka thënë Amelika. Ky është problemi. Dhe ai çon vendin zgjedhje për të shtyr sa më shumë kohë për të fituar kohë. Prandaj e bën këtë.
Si patë vizitën e mbretit Charles në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nëse i ke ndjekur dhe ato batutat që ka bërë me Donald Trumpin, pra një ndër që po qarkullon shumë në media botërore ishte që i tha që nëse s'do ishte për Anglinë, ju ndoshta tani do ishit duke folur frëngjisht. Po dhe Donald Trump ju kundërpërgjigj duke i thënë që nëse s'do të ishim ne, ju sot do flisni gjermanisht. Pra, kjo është një lloj replike shumë inteligjente dhe e gjetur, se ata si mbreti, ashtu edhe presidenti, shkëlqësia e tij Donald Trump kanë nivel të lartë të eksperiencës, se janë njëri 79 për 80 dhe tjetri 74 për 75. Do më thënë, kanë eksperiencë të madhe, dhe eksperienca më e madhe në këtë rast i bie që tjetë britanike, sepse e kanë që në vitin 2005, shpalljen e monarkisë kushtetuese e kanë në 1662, pas Robin Hoodit, revolucionit malësor të Robin Hoodit. Ama në këtë rast mbreti, pa dashur unë tash të kaloj në mbrojtje të mbretit, i dhuroi një orë. Orën e nëndecës bërthamore të vitit 1944 për luftën e paqësorit. Shiko, nuk dua të jem modest këtu, zot Niguri. Pse? Ju kujtohet që kanë folë një herë për orë atlantike? Ha? Do thot diçka ke lexuar, gjithmonë koha matet me orën, ose me orën diellore, ose me orën e Greenwich, më duket se e ka, e cila është në fakt jo sakt 100%. Që do të thot, këtu ke ne kalon vija Teodosit, ose Theodori, mbreti, dhe vija kalon Meridiani, po themi, kalon Damask, Petralba ose Petrel sipër dhe Oslo, e anashkalon Londrën. Londra e ka marrë përmes fuqisë saj detare, gati 1000 vjeçare. Në këtë rast Donald Trump, për te shakas, 3-4 ditë përpara tha për kryeministrin Stamer që shiko tha ka ca baraka ai që lundroi tha akoma. Çu tha? Në kuptimin shqip. Mbreti shkon atje, bën një vizitë 4 ditore. Çfarë do të thotë vizita 4 ditore? Kur ju vjen një mik ju për 4 ditë, ai ditën e 5 do ikë, se ju do ta mbani gjithmonë atë mikun. Aty. Por misia shumë e fortë. Se sa kur shkon Macron atje, bën një vizitë gjysore dhe hikën. Ose shkon Meloni atje, bën një vizitë gjysore dhe hikën. Okej, se Meloni mund të jetë xheloz gruaja e presidentit. Melania, se është me origjinë shqiptare, është e Gjakovës. Dhe ti e di që femër shqiptare në xheloze kryesisht. Ta pranojmë këtë. Po ne me shqiptare jemi xheloz, jo, se ne jemi udhëheq nga mbretëresha Dodona, mbretëresha Teuta. Pra ne jemi në varësinë e mbretëreshës. Qoftë edhe familje, në një farë mënyre. Nuk e pranojnë gjithë këta. Mi për konservatorët kanë gjallë, që flasin seriozisht, flasin të vërtetën. Atëherë jemi ke Donald Trumpi. Ai rri 4 ditë atje, për çfarë rri? Majmën, do kthehet në Angli do të kërkoj dorëheqjen kryeministit Stamer. Do jemi këtu. Sepse ka bërë deklarata të pazakonta. Mi po të bëjë Anglia deklarata të pazakonta për presidencën amerikane, i bie ishit Falkland kush e ruajti? 1987-88. Kush e ruajti? Shkoi Marina amerikane. Dakor, ishte Margaret Thatcher. Nuk them se s'ishte. Po, të dy së bashku, i thonë Argentinës, po pyetja është sot, në presidentin e Argentinës Donald Trump ka misit ngushtë apo jo? Me Vjosa Osmanin ka misit ngushtë. A e ka këtë me Edi Ramën? Edi Rama po kërkon të fitoj kohë. I lum bravo, është i zoti. Shkoi u futi dha dorën. Bile si tregoi tha, më duket presidenca harrova këtë zotrin tjetër, ta pa ja dhënë dorën. Pra e detyrojnë protokolli, ju fut në protokoll. Është ajo që thon konservatorët. Në një farë mënyrë Edi Rama i merr gjërat që dikush i ka të mira. Nuk i thot se ja mora këtë më, se s'mund ta thot atë. Po e merr. Atëherë ne jemi tashmë në një vend që kemi shumë interesa. Ne jemi godit në Londër.
Shqipëria është sot politike gjeografike kaq sa është, 28.700-800 kilometra katrore, troje, janë dëmtu në Londër, ku presidenti Woodrow Wilson ka thënë që mos bëni gabim, se nuk kishin votë atëherë amerikanët në atë që quhet sot Këshilli i Sigurisë Botërore. Donald Trump, për mendimin tim, e ka thënë cop, Shqipëria e madhe, por në Europë. Zoti Gjusi, duhet kaloj te diçka më jo pak serioze dhe ka të bëjë me ferma VIP. E keni ndjekur Mimoza Ahmetin? Po e kam ndjekur. Edhe kam pas dhe ofertë, 3 radha si që ti jem atje. Te ferma VIP. Po. E para çfarë u ka tërhequr, se kemi vënë re që Moza Ahmeti është bërë personazh në për rrjetet sociale, po çfarë ju ka vënë, domethënë keni vënë re te ky edicion e ferma VIP dhe pastaj mund na thoni edhe pse nuk keni pranuar që të ishit pjesë e. Tani unë jam ke emisioni juaj VIP Magazin. Domethënë që ju po ta hapim kështu pak tok fjalçin, i bie që ke qef ti magazinosh VIP-at. Ti kesh aty në folderin, ëh, ta them kështu? Në folder. Çfarë ka vitrina, ka magazina. Çfarë është ferma VIP? Edhe çfarë është Moza Ahmeti, nëse do ta themi kështu. E para, Moza Ahmeti është një letrare. Është një zonjë, një nën që ka riprodhuar vehten e saj me 2 vajza. A ka penalizuar bashkëshort Moza Ahmeti? Ajo e thot vetë që shiko se unë jam artiste, do më thonë, unë s'kam lënë gjë pa puthur, tha, do puth dhe gomarin. Nuk i kishte fjalën vetëm për gomarin që është në ferma VIP, por kishte fjalën për disa gomarë që mund të ketë puthur ajo. Do me thënë, sipas saj, të gjitha ata që ka patur lidhje Moza, në një farë mënyre, ishin gomarë. Se ajo se ka bërë kot atë poezinë e gomarit të shi. A ke lexu? Se më pyete për Ben Blueshin. Po, mos ne kam lexuar. Po ajo tha edhe që ja kam dedikuar dikujt. Tani ne s'mund të godasim këmën nga mjesi deri mjesin tjetër. Shiko, edhe unë po t'jem kryeministër nesër, do më godasi. Nuk mendoj që do më godisni jo. Se do them, po që kema, më kenë magazin, ti kam thënë gjitha. Te VIP magazina e ke. Pse do më godit tani? Okej, e ke pas mundësin do më thënë që të bësh pyetje, jo vetëm retorike, po edhe nga smuse. Se ju gazetarët e keni këto. Por detyra ju e kjo është, të zbardhësh të vërtetën. Atëherë, jemi te Moza Ahmeti. Çfarë është fenomeni Moza Ahmeti? Kemi një fenomen që mbyllte njerëzit brenda Luis Helli, katolik, shqyr doli një bektashie si Moza Ahmeti, që të mbylli njerëzit brenda. Po mua mbyll brenda? Nuk them se jo. Po Moza Ahmeti më ka mbyllur mua brenda në një mua personalisht, në një intervistë 90 minutëshe për televizionin shqiptar. Dhe intervista nuk u transmetua. Moza më kërkoi falje. I thash mos më kërko falje. Pse? Një letrare, një romanciere, një prozatore, një vjershëtore është për te i kufirit normal, të mendimit qytetar, po e themi kështu. Është për te mendimit aristokrat, është për te mendimit liberal, është për te mendimit super liberal. Por respekti që unë kam për Mozën nuk është vetëm respekti në shkrim, dorë shkrim, vjershëri, në vjershët e saj, si vjershtore. Po Moza Ahmeti është një artiste, se ajo pikturon. Ajo rri me Edi Ramën, i merr pikturën. Rri me Kujtim Gjusin, për shembull, do të marrë ekonominë. E ke vure ti agajt ta ore, mirë ne tha se jemi femra, po këta meshkujt ta mos i le pa bukë. Kjo quhet ekonomi, quhet sport. Pra, është artiste, dhe artistët janë, kam thënë dhe herë tjetër, në qiellin e 7. Moza është 24 orë në qiell 7, edhe kur flet gjumë ajo qiell 7, nuk është në krevat. Në mendim flasin, në psikologji, në psikoanalizë, në letërsi, shumë e vështirë. Edhe ky që keni përballë nga
drejtoresha, jo drejtoresha programit, por producentja, po e themi kështu tash, dhe deri tek Rexho kanë biseduar me mua. 2 herë këtu, 1 herë tjetër në zyrat e tyre, dhe unë e vendosa kusht. I thash, në qoftë se doni të merrni kujtim gjuzin, në ferma VIP, ju më ta merrni me 1 kusht. Para pagim, se unë s'mund të bëj spektakël atë siç bën Moza dhe nuk e ka të sigurt të fitoj apo jo çmimin. Cila ishte shifra që kërkua? Shifra ishte gjysma e shifrës që japin ata. Mi Shumë dërgon. mirë. Po patjetër. Mi dërgon llogarinë time financiare, tash do më vi atje dhe ju qeshni me mua çfarë të doni. Po do qeshni me mua si kujtim gjuzi, si ekonomist që kam marrë parat. Ju s'mund qeshni atje me ish deputetit. S'mund qeshni atje me kryetarin e Partisë Konservatore. Se kjo pastaj i bie që unë t'jap dorëheqjen nga Partia Konservatore. Pra, dorëheqja ka një çmim. Ka një çmim. Ose ata me votë bëjnë kongresin edhe ti sfiton, ose ti, unë s'kam ndërmend të shes partinë, ti e di që ma kërkoj Basha, unë i thashja, nuk shitet. Ata blen fraksionin konservator, ku dijon që ishte legalitet popullore, ku dijon se çfarë. Pra, për ta mbyllur, çfarë është Moza Ahmeti? Unë shpresoj që Moza Ahmeti të fitojë. Ajo është tani në moshë, po ti heqësh çka ka fjetur gjumë, i bie është 30 por çka ka fjetur gjumë, i bie që është 45 vjeç. Jo, 45, 37 vjeç. Domethënë, imagjino një zonjë 37 vjeç, se nuk po them për ty, po dhe ti aty afër je. Domethënë, ajo është rinore komplet. Edhe ata që e sulmojnë për shembull, inshallah s'kan marrë para pagim. Zoti Gjuzi duhet flas edhe në aspektin ekonomik dhe bëhet fjalë për Jet Bank, është një bankë për herë të parë në Shqipëri futet një bankë digjitale. Jeni pro apo kundër këtyre bankave digjitale ku njeriu nuk e prek lekun dhe nuk shikon atë bankierin që e ka përballë? Dhe sa e sigurt është që në Shqipëri të futet një bankë e tillë? Si ekonomist, njoh historikun edhe të bankës Shqipërisë, që është gati 100 vjeçare. Jo gati, po më duket se 25 apo 100 vjeçare. Monedha e Pirrës ka dalë këto troje. Nëse ka dalë banka ID, po e quajmë ID tash, që mos shoh paratun, po si do t'i hedhim parat kur të kërcejmë Napoleonin? Se mirë të tjera t'i bëjmë. Po aty si do ja bëjmë? Mund të hedhim letra aty në si grekët ose të thëjmë pjata? I bie që kopjojmë grekët. Unë nuk i besoj, tu jam kundër edhe me Donald Trump, nuk i besoj monedhës digjitale. Pse një du djeg folderi, ikën parat. Unë vetë, personalisht, kur marr pensionin, shkoj e marr në bankë, nuk futem bankomat. Një të harruar kartën, iku pensioni. Një të harruar kodin, të zë Alzheimer. Harron kodin. Kush i merr parat? Se smundja është e paparashikueshme, apo së shkjo. Sidomos për politikanët. Ai pat Ilir Meta. Shpreh keqardhje, ha më Ilir. Se harron kujtim gjuzi 2 dhjetorin e vitit 2001. Kujtohet si të pata thënë në telefon. Zoti është i madh. Unë nuk merr hak. Zoti, tani po ta them atë gjendje që kam pas, Zoti e fal. Le të shpresojmë që ai s'është me leucemi. Lajm sigurisht. Sa ai ka bërë veprime në kontekstin që e ka akuzuar Monika, ku dijon kush e ka akuzuar. Monika Mbretreshu, është e Dibrës. Kështu që për të kthyer edhe një herë. Ata menduan të gjithë se nuk do dalin parat. Ja që dilkën. Jo po zbukurova, jo po bëra menaxhimin, se derisa fole për fermën VIP, tani unë s'mund ta le pa thënë edhe Big Brother. E jeni parë Monikën në Big Brother? Po patjetër se unë e ndjek si Mbretreshun atë.
Si janë dukur opinionet e saj? Pra i shkon atij formati? Ajo është e Dibrës, është çfarë thotë, kur kalon një femër e Dibrës aty pari, heshtin 100 pushk. Nuk ka heshta. Jo, edhe ka vënë heshtja atë Hajdarin se e ka. Nëse do kishit ofertë nga Big Brother, E kam pas. kë doni të zëvendësoni si E opinionist? kam pas. Ja, nuk mund ta bëj opinionin atje për sa kohë jam zyrtarisht kryetari i Partisë Kombëtare Konservatore. Qose t'jepni gjysmën e çmimit? Jo. Siko. Ja pra, për ne themën që ju gazetarët nuk mund t'ju shpëtosh kollaju, është çike vështirë. Edhe një herë, nuk mund ta bëj opinionin unë atje për sa kohë jam kryetari i Partisë Kombëtare Konservatore, se do mbaj anësi sa do i ndershëm të jem unë, do të gjej aty një çift që martohet, kujtohet se gjeta e Luis Edmund apo si thash, ky çift del nga Big Brother i martuar. I uroj suksese, do Zoti i ndihmon me fëmijë. Dhe ato kanë një vajzë sot. Kjo është Luisi. Luis, Kiara, ju përshëndes. Nuk kemi taku ndonjëherë, po ju përshëndes, i keni dhënë një vajzë këtij shteti, kësaj kombësie, s'është pak. Është puqur një katolik me një ortodokse, ku ka gjë më të mirë? S'përnes çajemi ne si nuk bëjmë në luftë fetare brenda mirë tjetër. Nëse kemi të martuar, e kam thënë, le të shpresojmë. Por në atë rast, Luisi bëri dy lëvizje, një gotë vere piu për Bacën Sali dhe një pëlqim ultra ja dha Benet Mongolit. Benet Mongoli pastaj mori Shkodrën, e ka marrë për Luisi Shkodrën. Merrte kur ai dhe Edi Rama. Pra, nëse ata më ftojnë, unë i them, kam shumë konsiderat për ju në të gjitha emisionet, ju e keni pa që kam qenë, domethënë te Manushje, te ajo Manushi e dielës, te të gjitha emisionet e Top Channel kam qenë. Normal, televizioni Klan patjetër kam qenë. Ferma VIP është e Vision Plusit, patjetër, dhe atje kam qenë. Normalisht në MCN ju e keni pa, po i them tash, më vjen keq. Po derisa jemi në VIP magazin, çka ka vitrina, ka magazine. Le të themi. Edhe me Ylli Rakimin kam qenë atje. Pra, si opinion politik, patjetër, nuk e përjashtoj, pavarësisht se çka bërë edhe në emisionin e saj zonja Duma me Alfred Lelen, i cili është nipi jon. Edhe ai e peça i bëri se vjen nga Albanopolis Alfred Lela. Domethënë i vjen 3200 vjet qytetërim, 5000 vjet qytetërim. I iku nga studio. Unë nuk i iku ju. Edhe po të më fyen, i them okej, faleminderit, sot një guri. Po ju se keni për zanatë, se Kuksi ka ndershmëri dhe e pat besoj që edhe në sistemin e divorcimit masiv, Kuksi mbante vendin e parë për mos divorc. Do të gjuzi në këto ftesa që keni pasur për edicione si Big Brother ose Ferma VIP. A keni folur me gruan, me bashkëshorten dhe çfarë mendon ajo pra? Do a jepte lejen ajo që ju të shkit në Big Brother? Zakonisht unë e kam pyet 100 vet, bëj si di vet. Deri tani s'm ka dalë keq. Flasim për gruan, jo për 100. Edhe një herë, zonjën unë e respektoj, por ka kufi të respektit. Nëse unë bëj balancën se si duhet jetë, duhet me dorëzu Partinë Konservatore, do thushi për 100.000 euro dorëzon ti Partinë Konservatore, unë se dorëzoj për 1 milion euro. Po nëse një televizion kombëtar bën një ftesë makro, e thot, a e pat Moza Ahmedin, imagjinoj me këtë përballesh unë atje, me Moza Ahmedin, apo jo? Që t'i thoja unë asaj zonja? Ati unë do t'i thoja mret nesha, princesha, ke sjell 2 princesha njetë, ama unë kam sjell 3 princesha dhe 1 princ, se kam 4 kalamaj, do t'i thoshe pse i ke penalizu bashortin tënë dhe ke lënë me 2 kalamaj, me 2 vajza, apo riprodhove të ngjashmen, dhe Moza e pranon këtë. E ke vënë re që e pranon? Unë thot, kam mendimin tim për çdo veprim. Pra, është vështirë të përballesh me Mozën atje. A ke frikë humbjen? Po. Se unë jam su gjithmonë me fitu. Kjo problemi im. Është shumë problem kjo. Nuk jam në atë që mund të shkojmë drejt narcisizmit, por ka një dozë, sidomos të meshkujt shqiptar, të tentativës për kontroll. Ani se ne kemi humbur troje etnike, e theksoj, pas largimit të 2 mbretreshave, si Dodona, ashtu dhe Teuta.
Dhe i fundit ishte mbreti Genti që u dorëzua përballë Romës. Unë s'dua të dorëzohem.